mund të ketë një rikonfirmim, jo të këtyre që janë, po të tjerëve. Të tjerëve që të rinjë. Ato që janë gjysmat kanë dhënë dorëheqjen vetë, janë larguar nga PD-ja dhe nuk e kanë gjetur veten. Kështu që pa diskutim që nuk do rinovohen, po thjesht do vihen disa imra të rinj, mungesë të atyre që kanë vite kontribut në Partinë Demokratike dhe pa diskutim. Po të them unë imra këtu nga sekretariatet që kanë ikur, Jola Hysa, Megi Balliu, shumë tjerë që kanë pasur vite kontribut dhe kanë ikur me dëshirën e tyre, dhe pa diskutim që Partia Demokratike nesër do t'i zvendësoj nga munkesa e vakancës dhe pa diskutim sepse është detyruar, po jo që do sjellin në një risi, sepse që të kesh risi pa diskutim duhet të bësh hapjen e partisë. Që të bësh hapjen e partisë duhet të lejosh debatin. Dhe që të lejosh debatin pa diskutim duhet pranosh kritikën. Dhe këto nuk i pranon Partia Demokratike, nuk i pranon leadership i saj Sali Berisha, dhe pa diskutim në mungesë të kësaj vetëm garë nuk quhet ajo nesër, ajo quhet thjesht një rikonfirmim fiktiv si pas dëshirave dhe urrejtësit kryetarit, sepse është pronarja asaj partie. Dhe Sali Berisha do ta marrë me vete atë partie. Madje, unë tu do të citoja një shprehje të Karl Popper që thoshte demokracia nuk matet nga aftësia për të zgjedhur liderin, por nga aftësia për ta zvendësuar liderin. Kështu që në këtë pikë Karl Popper nuk ka vend në Shqipëri, se këtu nuk Partia Demokratike nuk ka aftësinë për të rinovuar. Ilir, unë pyetjen dhe që ja bëra Isajt e kam bindje këtë ose të pakën kam besuar që Shqipëria ka qenë në këto vite në ato që quhet shtrati politik i dy partive të mëdha. Dhe deri diku me të mirat në të këqijat ka funksionuar. Nuk jam nga ata nihilistët që them ka bërë vetëm keq PD-ja apo ka bërë vetëm keq PS-ja. Por sot po shohim dhe ajo që më frikson nga protesta është pikërisht ajo idet kaotike, revolucionare të le të themi kundër të gjitha sistemet demokratike që ata kanë shprehur, si për shembull mbledhja e një kuvendi që do monitorojë çdo qeveri që është në këtë vend, pra do t'i zër frymën sa herë që qeveria mund të bëjë gabim. Pra kjo vjen për shkak të mos funksionimit të këtij sistemi politik mes PS-s dhe PD-s, sepse po të kishim një PD të fortë, nuk do kishim këtë PS arrogante. Ju si e shikoni fatin e PD-s këtë tutje? Dhe lidhur me protestën. Protesta me të vërtetë me qenë se protesta është masive dhe ka prurje nga më të ndryshme qytetarë që kanë ide të ndryshme, tu janë bashkuar socialist, demokrat, zogist, ballist, ku ta di unë se qa, pa bindje as pak nofta, dhe janë atje për hallet e tyre. Protesta sigurisht që do ketë edhe problematika, si që thatë ju, dhe unë jam krejtësisht kundër asaj, por protesta ka arrit një konsensus shumë të madh, dhe është një thënie atje që Ramanburg, Berishanburg. Dhe kjo është thelbi që duhet marrim ne nga protesta. Siç e thash, atje dalin njerëz si njerëz me pak klasë shkollë, po si njerëz me shumë shkollë. Pra nuk duhet shohim ne që të gjejmë tek protesta problematika. Ka problematika. Ose ide të mirë filtra politike të kulluara të tipit të... E rëndësishme është që protesta po na jep një mesazh shumë të rëndësishëm. Po PD-s çfarë mesazhi ka thënë, me që po flasim për PD? Berishanburg. Berishanburg, nuk ka mesazh më të mirë. Dhe ky zotëria largohet nga parlamenti. Largohet nga parlamenti sepse po të shkojnë në parlament, janë që të dy që du, pra protesta thot që të dy në burg. Dhe këtë largohet për të shmang atë të tijen, pra. Për të thënë që jo më jo e kanë me ju, se kanë me... Por në fakt, protesta është një vlim i asaj që ka ndodhur për 36 vite. Pra ju se duhet ta lidh me sistemin politik. Ju... Me drejt tha zonja Karabina, politika nuk do jetë më njësoj këtë tutje. Patjetër. Ju nuk e shikoni më sistemin politik bipolar PS-PD që të vazhdoj? Jo sistemi. Jo, më fol. Ky është sistemi që... Po sistemi ajër. Edhe sistemi zgjedhor, gjithçka është ngritur në funksion të këtij binomi. Duhet ta kapim...